Luana Vjollca ka bërë një deklaratë për veten, e cila ka trazuar rrjetin për mesazhin që ajo ka dashur të transmetojë. Teksa i është referuar vetes dhe vajzave të tjera, të cilat i konsideron lule, Luana është shprehur: "Mua njëherë të më provosh, gjithmonë do të më kërkosh." Kjo deklaratë e saj ka shkaktuar të qeshura në studio dhe duartrokitje me Luanën, e cila një moment ndjeu nevojën për të shpjeguar se e kishte fjalën për Luanën si moderatore, se nuk u çmenda aq shumë sa të kalojë në temë tjetër, u shpreh ajo. Kujtojmë që vetëm disa muaj më parë, lajmi se Luana ishte ndarë nga i dashuri i saj biznesmen mori dhënë. Këtë e konfirmoi edhe vetë moderatorja, teksa publikoi një këngë të cilën ja dedikonte dashurisë së saj të lënë në mes. Edhe pse nuk dihet kush i dha fund romancës së tyre, aludohet se kjo deklaratë e saj mund të ketë qenë një thumë për ish partnerin.